Habit mjeku, ja si ta kuptoni nëse po pini më shumë kafe se sa duhet. Shumica e njerëzve nuk e fillojnë ditën pa pirë kafe. Kjo pije e veçantë ka shumë përfitime dhe më e rëndësishmja është përmbajtja e saj e lartë e acideve klorogjenike antioksiduese. Megjithatë, duhet të konsumohet me masë, përndryshe mund të ketë efekte anësore në trup. Përveç vështirësisë në gjumë dhe nervozizmit, janë simptomat e zakonshme të pirjes së tepërt të kafes, irritueshmëri. Konsumi i tepërt i kafes mund t'ju bëjë të irritueshëm dhe të ndiheni sikur mërziteni për gjën më të vogël. Dhimbje koke. Një nga simptomat më të zakonshme të pirjes së tepërt të kafes është dhimbja e shpeshtë e kokës. E njëjta gjë mund të ndodhë nëse pini shumë kafe dhe papritmas ndaloni së piri. Rritje e urinimit. Kjo ndodh sepse kafeina ka veti diuretike, kështu që na bën të shkojmë në banjo më shpesh. E njëjta gjë vlen edhe për çajin.